Një ekspozitë e veçantë fotografike është hapur këtë herë në Galerinë Oda, me detaje nga ullishta mjera vjeçare të Ulçinit, si edhe nga studiuesi dhe fotografi Gazmen Çitaku, e titulluar Pema Hyjnore. Kjo kulturë në Ulçin dëshmohet që nga lashtësia. Ulçini është i njohur për detin e vet, për plazhet, për turizmin. Po Ulçini nuk është vetëm deti, Ulçini është edhe ullishta, sepse në kohrat e lashta që nga koha e lire para antikitetit, ulçinakët kur kanë ardhur prej lundrimit, ata aktivitetin e tokë e kanë bërë kryesisht bujqësor dhe ajo ka qenë ullishta. Ulçinakët i lirë i kanë mbjellur ato dhe kanë sjellur para 2000 vitesh në këtë tregë. Ulçinakët, deti dhe udhiri nuk mund të kuptohen të ndara, thekson Çitaku. Kam dashur të tregoj se përveç vjetërsisë, ullinjt e Ulçinit është një varieté e cila është shumë cilësore, edhe për nga voji, po edhe për është i shishëm. Ulçinakët në zgjake kanë detin dhe në tokë ullishtën. Dhe ulliri, sa për informacionin më të gjerë, ulliri dhe fiku janë të vetme dy pemë të cilët përmenden në librat e shenjtë, edhe në Kur'an, po edhe në Bibël. Të pranishmi ndaloni gjatë pranë secilës për fotografive ku janë fiksuar pamje të interesante dhe simbolike. Kam sjell një që i ka dykon 1500-1600 vjet, i cili është i vjetër. E shihni se edhe rruga e cila ka lënë brik këtij ulliri është shumë arkaike dhe kjo rrugë ka ardhur prej Kalas Ulçinit dhe ka vazhduar deri në Valdanos, domethënë sepse Valdanosi është limani i Ulçinit. Ndërsa studiuesi Sami Flamuri, duke kujtuar se Ulçini ka rreth 90.000 rrojë ulliri, theksoi se udhiri është identiteti i Ulçinit. Qysh nga koha e ilirëve, ullini ishte diçka e shenjtë për shqiptarët, sepse edhe kur u martohej shqiptari asaj kohe, pa nuk i mbledh të gati 50 rrënjë ullinj, ai nuk mundet që me lyp dorën e vajzës apo të martohet. Pjesë e identitetit dhe kjo vazhdon edhe kur Ulçini ishte në Venedikun, edhe venedikasit e kanë të njëjtin ligj dhe kur Ulçini bjen në Perandorinë Osmane me 1571, e gjëja tjetër vazhdon. Ky kultivimi i ullinit dhe çdo gjë të lidhur me ullinin dhe vajin e ullinit, Ulçinin e ka bërë të famshëm tërë mesdheun, pothuajse jo vetëm në Gadishullin ballkanik. Ekspozita fotografike kushtuar udhirit në Galerinë Oda do të qëndrojë hapur për disa ditë dhe vizita e saj krijon ndjesi të thella mbretëlënëse.